Përshëndetje të dashur miq. Nga informacionet që kemi marrë nëpërmjet medias është shpërndarë informacioni se nga ana e prokurorisë së përgjithshme është bërë sërish një kërkesë për sa i përket ekstradimit të zotit Arben Ahmetaj. Lidhur me procedurën e ekstradimit kemi pasur një reagim ditën e dieshme të zotit Ahmetaj për sa i përket një rikërkese, pra pas kërkesës së parë edhe një kërkesë të dytë për sa i përket urdhër arresti të tij ndërkombëtar, dhe ai është shprehur që kjo vjen një kërkesë e dytë për cilin ligji nuk e jep mundësinë që të bëhet një kërkesë e dytë. Për sa i përket procedurës së ekstradimit, kjo është një procedurë për të cilën ne jemi pjesë e konventës ndërkombëtar, pra të ekstradimit. Është një konvent për cilin Shqipëria është palë dhe e ka nënshkruar, dhe natyrisht vendet të tjera e kanë nënshkruar, pra vendet europiane, por edhe vendet të tjera të cilat janë jashtë kontinentit europian janë pjesë e kësaj konvente, pra ato të cilat e kanë nënshkruar një fakt të tillë, por kemi edhe konventa të tjera për të cilat Shqipëria është palë, konventa të cilat janë në kuadrin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Lidhur me procedurën dhe vijimin e procedurës së ekstradimit, është e vërtet fakti që nëse del në një kërkim ndërkombëtar dhe nëse Shqipëria e ka kërkuar këtë, pra natyrisht duke qenë se akuzat janë akuza të rënda për të cilat janë akuza mbi 5 vite dhe ligji e detyron që personi i cili është në kërkim ose ndaj të cilit ka dalë një mas sigurimi personal arrest në burg, ai duhet që të kërkojë ndërkombëtarisht. Por a është ndaluar ndonjëherë zoti Ahmetaj lidhur me këtë urdhër arrest ndërkombëtar? Për këtë nuk kemi informacion, sepse nëse ai ndalohet nga policia e shtetit në cilin ai jeton, që presupozohet të jetë Zvicra, ai duhet me patjetër që të dalin në gjykatë, është gjykata institucioni i cili e miraton ose jo ekstradimin. Nga informacionet që kemi nga media, rezulton që zoti Ahmetaj ka marrë një azil politik. Dhe natyrisht në momentin që kemi të bëjmë me një person i cili ka statusin e azilantit politik, automatikisht nuk mundet që të ndodhë ekstradimi, sepse konventa për cilën ne jemi pjesë, por edhe ligji jon procedural penal, po besoj edhe ligji i belg, një zviceran, e ndalon një fakt të tillë, sepse mundet që ai të përndishet për shkak të bindjes së tij politike apo përndjekjes politike që i bë, dhe i rrezikohet cënimi i një procesi të rregullt ligjor. Por ne duhet të presim deri në momentin që zoti Ahmetaj mund të ndalohet, të dali përpara gjykatës, dhe është gjykata e nivelit lartë, siç e kemi ne këtu, që gjykata e lartë i jep dritën jeshile vendit nëse duhet ekstraduar apo jo. E njëjta situatë ndodh edhe në shtetin zviceran. Megjithatë, deri tani nuk kemi ndonjë arrestim apo ndalim të zotit Ahmetajt në shtetin